Atëre, si përfaqësues si Partisë Demokratike dhe i koalicionit Aleanca për Shqipëri Madhështore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi rënë dijeni të shumë rasteve problematike dhe shqetësimeve në lidhje me votën e diasporës. Që ditën e parë kur filloi procesi përpunimit të materialeve zgjedhore dhe dërgimit të tyre sepse një pjesë e këtyre zgjedhësve në diasporë kanë të vështirë për ta tërhequr zarfin në momentin që ka gabim adrese apo ka gabim në numrin e telefonit apo në prefiksin përkatës. Tipologjia e problemeve tashmë është gjithanshme. Unë do të thosha që problemi më shqetësues është ai që ka të bëjë me Greqinë në lidhje me rastin e Kretës, që është një krim zgjedhor që po ndodh dhe ka ndodhur përpara disa ditësh, ku publikisht disa individ të caktuar që pretendojnë se janë dhe përfaqësues të OJF-ve apo të shoqatave ndryshme aty, në rrjetet sociale Facebook e kanë dalë dhe kanë thënë hapur që kanë patur marrëveshje me DHL-n për të tërhequr me 10 zarfe. Kështu lihet kuptohet nga ato postime dhe unë pres dhe ne presim që s'pak të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal sa më parë, sepse nuk mundet që DHL-ja të nënkontraktojë këtë shërbim dhe as në Gjermani, as në Shtetet e Bashkuara apo në Britaninë e Madhe, që janë 5 shtetet kryesore ku ne kemi diasporën e regjistruar në platformën PR, pra që shkojnë votat. Problemet tjera që ka, patjetër që janë raste ku ka shkuar zarfi pa flet votimi brenda. Ka raste ku ka shkuar zarfi një qarku tjetër, një zgjedhësi që do votojë në një qark tjetër. Por ka dhe raste ku ka shkuar 2 flet votimi një individi, gabimisht. Këto raste në fillim nga KSZ-ja u përjashtuan kategorikisht si mundësi, por ja që ka ndodhur. Dhe ne i kemi evidentuar dhe po i evidentojmë. Rastet e tërheqjes të zarfeve nga familjar të tyre, pra nuk është i njëjti problem. Ka po ashtu probleme të tjera që na janë raportuar dhe në shtete si Malta për shembull, apo dhe në shtete tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qytetarët shqiptar nuk po arrin dot të dorëzojnë zarfin në pikën DHL më të afërt, sepse u është thënë që ka mbaruar kontrata me nënkontraktorin. Kjo nuk duhet të ndodhi, sepse shërbimi duhet të ofrohet deri në datën 11 maj. Kështu që është e vërtet ajo që tha dhe zonja Topalli, që edhe ne kërkojmë një sakrificë tjetër nga votuesit tanë diasporë, që të marrin mundimin, nëse nuk i vjen shërbimi në shtëpi, sikundër duhet ndodhte nga DHL-ja, të shkojnë në pikën DHL më të afërt për ta tërhequr zarfin nëse nuk e kanë bërë akoma, për të votuar sa më shpejt dhe për ta rikthyer në pikën DHL më të afërt në mënyrë që vota e tyre të vijë në territorin e Shqipërisë deri në datën 11 maj. Mbas kësaj date nuk do të llogaritet dot. Faleminderit. Unë shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe logjistike. Thyrja e afateve dhe e standardeve të vendosura në ligj është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë dhe në këtë mënyrë ajo do cënonte tërësisht integritetin e këtyre zgjedhjeve. Por duke thënë këtë, njëjtën kohë du të përsëris edhe një herë, një falënderim dhe mirënjohje të jashtëzakonshëm për shqiptarë që në mënyrë masive po votojnë, po sakrifikojnë dhe po shkojnë edhe tek zyrat, pavarësisht se nuk e kishin detyrim, dhe me votën e tyre, me zarfin e tyre që po sjedhin në Shqipëri, sigurisht me sa duket ato do përmbysin regjimin që i përjashtoi nga vendi i tyre dhe i deboj nga vendi i tyre. Ndoshta janë dy momentet kyçe që do bëjnë ndryshimin e madh, diaspora e para dhe e dyta gratë, të cilat nuk pranojnë kurrë
që babajt të fëmijëve të tyre, t'i thonë qeros, t'i thonë qyryk, e tjerë, sepse i bie që fëmijët të tyre, për shkak të ADN-s të jenë të tillë. Ne shohim me pozitivitet në fakt votimin që po ndodh kudo në botë dhe kjo kërkon një mirënjohje dhe kjo është një moment historik. Në fakt, shqiptarët po votojnë në një akt të fortë drejtësie, në një akt historik për t'ia rikthyer dëbimin që i kanë bërë shqiptarëve, 1 milion shqiptarëve gjatë 12.000 viteve, jo si proces e emigrimit, por si një proces që ik prej nocionit të emigracionit dhe të emigrimit, por si një koncept që ka të bëjë gati me një pastrim etik. Në qoftë se ne nuk do ndalojmë emigrimin dhe dëbimin e shqiptarëve, në një periudhë shumë të shkurtë kohore, ne do kthehemi si azili më i madh i të mushuarve që mund të ekzistojnë në botë. Dhe ne, sigurisht, ne shqiptarët brenda kufive të Shqipërisë, po ato që janë jashtë kufive të Shqipërisë, nuk mund të lejojmë kurrë që të humbim vendin dhe kombin ton për shkak të cinizmit, të arrogancës apo të frikës që dikush ka për të lëshuar pushtetin. Faleminderit. Dakord. Nuk pranoni pyetjen. Okej, brenda diasporës, okej. Atëre, edhe unë dua t'ju pyes si drejtuese politike e diasporës. A keni ju dieni zonja Topalli për kontratën e lobimit $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ditur se garant ka dalë pikërisht një shqiptar i diasporës, Nureddin Seci. A keni ju dieni nga vijnë këto para, cili është burimi i financimit? Çfarë është ky fondacion Make Albania Great Again? Detyra ime ka qenë krejt tjetër, ndërkohë që Partia Demokratike ka sqaruar dhe s'ka asgjë më shumë. Faleminderit. Një pyetje për votën e diasporës. Zonja Topalli, në ditët e para kur kanë bërritur ose kur kanë nisur që të dorëzoheshin votat e diasporës për të ardhur në Shqipëri, kemi parë që eksponentë të Partisë Demokratike, kandidat për deputet, persona të ndryshëm kanë publikuar në rrjetet sociale video të qytetarëve të cilët me grumbull zarfesh i kanë treguar se kanë votuar dhe po i dorëzonin ato në DHL. Ndërkohë ditën e sotme po i denonconi këto si fenomen. A është kjo një shenjë që ju keni marrë sinjalet e para që mbase vota e diasporës nuk do jetë në favorin e Partisë Demokratike dhe po e kontestoni? E kundërta, në fakt gjitha sinjalet çojnë në vlerësimin e një fuqie elektorale të jashtëzakonshme që pala tjetër nuk e kishte imagjinu që mund t'i kthehet tërësisht kundra pushtetit aktual. Shfryzoj rastin për ndërhyrjen tuaj dhe ju falënderoj që të ftoj, t'i bëj thirrje çdo shqiptari që është jashtë kufive të Shqipërisë që të mos pranojnë të bëjnë me video apo të fotografojnë votën e tyre që i kërkohet përmes një presioni që i bëhet familjarëve të tyre brenda administratës. Dhe nuk është rasti se ky presion është i jashtëzakonshëm dhe nuk është rasti që edhe në raportin e dieshëm të Odir OSB-s përmendet përdorimi i aseteve publike në përmasa të palejueshme, të tmerrshme në fakt, apo përdorimi i administratës përmes një presioni dhe një arrogancë që s'ka ndodhur kurrë në 3 dekada, përdorimi i parave edhe nga pushteti lokal, edhe për të quar autobusa, edhe për të zhvilluar aktivitete. Pra, nuk ka dyshim që pala tjetër po përdor mjetet të paligjshme, të dënueshme, të papranueshme jashtë gjithë standardeve të zgjedhjeve, por pavarësisht paras së tyre, forcës tyre, përdorimit të aseteve, përdorimit të administratës, me sa duket diaspora dhe shqiptarët brenda Shqipërisë e kanë në ndërgjegjën e tyre të qartë se çfarë duhet të bëjnë me 11 maj dhe votimi numrit 1 është gjëja më e bukur që mund të shohim me 11 maj. Klajdi Bodë dhe Syri Televizion, a mendoni se këto parregullsi në procesin e votimit të diasporës do të ndikojnë apo do të deformojnë rezultatin zgjedhor dhe nëse po, ju si do të veproni? Unë gjatë kësaj periudhe jam përpjekur që të mos flas shumë publikisht
për problemet që ka pas votimi në diasporë, me qenë se detyra ime është që të inkurajoj, të takoj, të bëj thirrje të votojnë numri 1 Partinë Demokratike, sepse ato mund kthehen në një fuqi elektorale dhe në fakt faktor politik për ndryshuar çdo gjë në vendin tonë. Dhe mi të gjitha përveç se me ndryshu qeverisjen e forcave politike, me ndalu ikjen e mëtejshme të shqiptarëve se përndryshe për një dekadë ne nuk do të ekzistojmë. Ndërkohë që juristat e Partisë Demokratike që janë të atachuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë shënuar, kanë majtur shënim çdo fakt që ne kemi, çdo informacion që ne marrim apo kryetar të qarqeve kanë marrë apo grupi i ngritur pranë Partisë Demokratike ka marrë dhe ja kanë referuar KQZ-s. Mendoj se ky është një moment kyç i votimit të diasporës, ndaj edhe jam sot këtu edhe për t'i bërë thirrje në fakt shumë serioze KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre. Çdo cënim i votës së tyre, i drejtës tyre për të votuar, apo çdo përpjekje e bërë për të mos marrë zarfin, është një cënim i drejtës së votës, por në fakt është edhe cënim integritetit të këtyre zgjedhjeve. Ndaj dhe ne nuk mund të heshtim ndaj një gjëje të tillë. Dhe sigurisht, kjo është një reagim, është një ndër reagimet që ne kemi. Nuk është të lehtë edhe për shqiptarë që jetojnë atje, sepse ato gjatë gjithë ditës janë në punë dhe pastaj kërkojnë që të bëjnë kilometra që të gjejnë zyrën e parë të DHL-s për dorëzuar zarfin aty. Ndërkohë që kodi zgjedhor dhe detyrimet e DHL-s janë për të shkuar dhe për t'ia marrë tek shtëpia, jo për t'ia hallë tek oborri, apo për t'ia lanë aty, apo për të bërë nën kontrata, apo çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, përdorimi i dhënave personale. Unë personalisht, përveç të tjerëve, kam marrë mesazhe të pafundme ku më thonë ku e din ato numrin tim të telefonit në Gjermani, në Itali, në Greqi, në Kretë apo në vende tjera që marrin telefon apo më çojnë mesazhe për të votuar. Edhe unë kam këtë pyetje shumë serioze. T'ia bëj qeverisë, pushtetit dhe institucioneve të saj. Si i keni marrë ju? Si i keni përdor ju dhënat personale të shqiptarëve me numra italian, gjerman, grek, amerikan e tjerë për të quajtur mesazhe dhe për të quajtur telefonata? Si? Ata do të na japin një përgjigje, sepse përdorimi i dhënave personale është një cënim i rënd i privacy-së, po dhe i ligjit në tërësi, dhe i ligjeve në veçantë. Dhe një pyetje të fundit, përveç deklaratave ditës së sotme ku denonconi parregullësitë e shumta të postës, a do të marrë Partia Demokratike hapa të tjerë ligjor pasi deri më tani nuk ka asnjë hetim të nisur nga struktura posaçme apo nga ndonjë strukturë tjetër për parregullësitë në këto zgjedhje? A do të bëni ju kallëzim penal për KQZ-n që mund të kesh përdorur detyrën apo edhe për DHL-n që nuk ka kryer detyrën e saj siç është kontraktuar për të çuar zarfat derë më derë dhe për të takuar personalisht votuesin që do të hedh votën për 11 maj? Faleminderit për pyetjen. Në fakt ne mendojmë se duhet shkojmë në një përshkazim. Ka pas deklarata të mëpërpashme nga juristat në planin teknik, ka pas deklarata thirrje që i bëjmë shqiptarëve jashtë që mos pranoni që të fotografoni apo të bëni video të votës tyre për t'ju përgjigjur të afërmve. Ja do ju them një prej rasteve ku një djalë i ri që kishte 2 fëmijë të vegjël më thonte që unë kam qenë i detyruar për të regjistruar se më hiqnin motrën nga puna. Dhe pastaj më pyeti, a kam garantuar sa fshehtësinë e votës që të votoj sipas ndërgjegjës dhe jo sipas presionit? Sigurisht që bërja publike fakteve është një hap dhe do përshkazohet, ndërkohë që juristët pranë KQZ-s i kanë referuar drejtuesve të KQZ-s çdo rast të shkeljes së ligjit në mënyrë të veçantë për probleme që është hasur me përmbushjen ose me mos përmbushjen e detyrimeve në shumë raste nga DHL-ja. Faleminderit.